Të dashur shqiptar, ju dua me gjithë zemër, me gjithë shpirt. Si mendoni ju që unë do bëj gjoja filma pro-grek, por unë kam filluar të mësoj gjuhën shqipe si askush tjetër, sepse unë kam mësuar dialektet arbëreshe. I dini ju dialektet arbëreshe? Nuk e besoj. Sepse dialektet arbëreshe nuk i din as vetë arbëreshët, janë 18 dialekte të ndryshme. Dhe në vend që të më falenderoni nga gjithë zemra për punën time të jashtëzakonshme, ju më fyeni gjithkohës. Sepse ju jeni mësuar me filmat e jevgave. Në fakt, ju jeni mësuar me praninë e jevgave. Një familje e vgjite prodhon 18 fëmijë mesatarisht. Dhe me thënë, ti je rrethuar me evgjit, me këngëtarë evgjit, kryeministër evgjit, dhe nuk e kupton se çfarë po ndodh. Ne na kanë pushtuar evgjitët. Tani unë nuk kam asgjë kundër evgjitëve, janë një popull i mrekullueshëm, por na kanë pushtuar pa luftë. Dhe unë këtë kam zbuluar krejt rastësisht, duke parë filmat në TikTok dhe në rrjetet sociale që kanë kaq shumë shikime. Çdo film me evgjit ka mbi 1 milion shikime. Atëherë, ose ke në Shqipëri 1 milion evgjit, ose shqiptarët janë të dashuruar me evgjite. Nuk e besoj. Megjithëse unë i dua evgjitët, nuk jam i dashuruar me evgjitët. I dua siç dua lulet, siç i dua mjellmat. Unë i dua mjellmat, i dashuroj. Por jo në kuptimin fizik. I dua si qenie estetike, si pjesë e natyrës. Dhe tani të vim tek gjuha shqipe, e cila është prishur komplet. Ju nuk dini shqip, ju nuk e dini që gjuha shqipe i krijon foljet nga aoristi. Dhe do jap një shembull të mrekullueshëm. Është fjala shqipe kandis. Fjala kandis është krijuar nga aoristi Kandisa. Ky aorist gjendet vetëm në greqishtën e folur në italishtën e jugut. Në jug të Italisë, këta ishin këta grek që flisin dialektin dorik. Po ashtu kjo gjuhë është gjuha e Spartës, gjuha dorike. Kështu shqipja i krijon foljet. Dhe do ja japun shembullin pra me fjalën kandis. Vjen nga turqishtja, kandirmak do të thot bind dikë. Kandis ta bindesh, ta ndjellësh dikë të bëj diçka, dhe kjo fjalë ka hyrë dhe në bullgarisht. Pra çka bën shqipja? Ka marrë fjalën turke, kandirmak, folje turke, por e ka transformuar sipas ligjeve fonetike të gjuhës greke. Si është e mundur një gjë e tillë? Pra këtë zbulim kam bërë unë. Unë jam një gjeni, more, kuptoni apo jo? I papar në historinë e gjuhës shqipe. I papar. Ju falenderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor, me qira fjala kandis është gjetur dhe në bullgarisht. Pra ka hyrë nga gjuha shqipe atje, nga maqedonët atje, të cilët nuk janë pellazg. Fjalën pellazge e ka sjellë në gjuhën shqipe Sudja, e cila nuk e ka lexuar Iliadën, por thjesht thashë themet e Iliadës nga Wikipedia, jo nuk e ka lexuar as të përkthyer Iliadën. E kuptoni apo jo çfarë niveli ka ajo intelektual? Nivelin e Milingonës, e cila shumë e zgjuar Milingona, arrin të krijojë një piramidë Milingona, po është piramidë Milingonash, jo njerëzish. Mirupafshim, të dashur pellazg, pellazgjia ishte në Thesali. O njerëz të çmendur.